Rikthehemi sërish në studio, jemi në bisedë sot me 3 ish fermer. Shkojmë njëherë tek një nga situatat që do doja të dëgjoja këndvështrimin tuaj dhe si e keni parë. Zhaku kundër të gjithëve, përballjen Zhaku Moza. Zhaku është njëri interesant, por sigurisht që po ndihmon shumë Mozën të shkojë akoma më lart dhe po bën një gabim fatal. Ajo nuk po luan lojën e saj dhe ka rënë në graskën e Mozës, si zakonisht do bie. Moza është e fokusuar në fitore. Në fakt, deri tani ajo meriton më shumë nga të gjithë dhe Iliri po ashtu janë ata që janë fokusuar për të fituar. Pra ka shumë për të thënë këtu. Kush fokusohet për të fituar, vret çdo kënd që del në terren. Edhe kështu ose e djeg tokën, bën tabula rasa. Moza është e fokusuar për të fituar, Zhaku po bën lojën e Mozës sipas teje. Zhaku nuk ka për të fituar për një arsye vetëm sepse po bëhet gjithmonë më shumë banale. Sigurisht aty konvolucioni shumë i madh dhe nervat lëvizin kacafiu, por Zhaku ka përdorur një gjuhë as pak elegante për të qenë dhe ajo pak i fushës së letrave. E dyta dhe është fokusuar në denigrimin e Mozës. Kjo nuk është good. Pra, edhe unë kam qenë kundra Mozës, po kur s'kemi arritur në nivele të tilla kaq poshtë, kemi folur për dinozaur, kemi folur për të dashur në dollap. Pra, kemi folur për gjitha këto, por jo në nivelin e të argulloj unë ose gjitha këto, jo unë e kam bërë atëherë këtu, pra janë sa hatërmbetje shumë banale që tregojnë një nivel shumë të ulët. Por Zhaku po ndihmon shumë Mozën të ngrihet. Në fakt Moza e ka si buk... Moza dhe përvon pak atë impaktin e Zhaku, se Zhaku e kalon një ta vazhdojmë më bet shefi që Klodi ka ndryshuar ide për Mozën, që sot që meriton... Po më befason edhe mua. Mua më duket sikur Zhaku është futur brenda dhe faktikisht po vazhdon betejën e lënë tënden, po bën pak sa më ndryshe, domethënë po e shoqëron dhe me lot, dhe me shumë gjëra të tjera. Domethënë sipas legjendave urbane, faktikisht Klodi, Zhaku dhe Moza njihen. Jemi në të njëjtën pa ujëra. Domethënë nuk është diçka që është e fshehur, kështu që edhe nëse ndihmojnë njërin tjetrin në lojë, bujrum, le ta bëjnë. Është një film i vërtet aty brenda. Klodi ka dashur të ndihmojë Mozën në lojë? Klodi ka dashur të ndihmojë Mozën në lojë? Është një opsion. Që unë ende e kam në pikpyetje. Tjetër që pa. Ka shumë gjëra në mendje, dhe shumë situata. Edhe unë vetë kam filluar të besoj atë që është e vërtet, për një arsye vetëm sepse ma ka mësuar ferma këtë. Futu brenda realitetit dhe ti besoni gjë tjetër që s'është realiteti jot. Ai nuk është realiteti jon, Bora. Apo jo, Vini. Pra mendo, këto sa të bukur janë jashtë fermës, edhe sa shumëtoheshin brenda fermës, se ngjesim njëri tjetrin për krijon. Unë kam qenë bukur dhe kornizat e fermës. Unë kam qenë shumë e bukur në një pikë. Jo, unë kam qenë shumë e bukur dhe kornizat e fermës. Jo, po e them dhe për edhe unë kam qenë një nga personat që ka qenë më me pak, jo më me pak, po thuaj se asnjë lidhje dhe asnjë njohje nga jashtë. Dhe në momentin që unë dola, pas të gjithë këto krushqëllëqet që këto kishin me njëri tjetrin, miqësitë edhe lidhjet familjare dhe thash, opa, okay, kjo që ka diçka tjetër. Kështu që unë çdo gjë vej aty në pikpyetje dhe analizoj shumë qartë. Nuk është gjithmonë ashtu se si serviret. Nëse Zhaku e bën këtë gjë, Mozës i duhesh me patjetër një kundërshtar. Nuk kemi në komunizëm. Ti je vetëm një person, turma e të gjithë pas Mozës. Kemi edhe njerëz që se kanë qef shumë Mozën. Nuk e kanë qef Mozën shumë. Mund t'ju pëlqej Zhaku, me patjetër, ka njerëz që pëlqejnë Iliri. Sara ishte kundërshtare? Iliri? Nuk Romiri? Përveç se Iliri bënte lojën e tij, po nuk e bënte drejt për drejt, po fuset të tjerët. I menaxhonte si donte vetë, i dërgonte atje ku donte dhe tani ka dalë ajo maska dhe nuk e beson mirë Ilirin. Iliri kishte tjetër strategji. Iliri kishte bashkimi bën fuqin. Pra mbaroj një fjalë unë apo. Po tani duhet ta marrësh fjalën. Mirë vazhdo. Duhet ta marrësh ta rrëmbesh brenda në fermë dhe jashtë fermës, Ervin. Mendimin tim. I mësuar me u gritur tani sa rri pa u gritur por. Debatet që bënte Klodi, që bënin të tjerë ishin më konstruktive. Ti thash Vini, nuk ishin aq të dhunshme ose si këto që bën Zhaku, se Zhaku bën një sjellje që asnjë si pëlqen ta shikojë dhe sjell informacione nga jashtë pafund që mund të t'i evitoj. Po tani duhet kuptojnë që dhe Moza ka gati 2 muaj aty. Edhe mund të lodhet njeriu dhe mund të ketë atë impaktin e asaj kohës të stresit. Kurse Zhaku erdhi e freskët, mund edhe u fut. Ishte me atë tani po del kundra edhe më shumë po shbën veten se sa po bën Mozën,
Se Moza atje ku ishte atje është lartë, kurse Zhaku s'po bënë një që tash bëj. Jo më këtë fut produksioni njerëz dhe në mes të lojës, për ndryshe do futeshim gjithë për një herë edhe do dilnim të gjithë për një herë. Ka dhe personazhe që dhe rifuten në një produksion të tillë ose në një format të tillë. Të gjitha këto luajnë një rol. Një person që është futur në fillim, ai duhet të ketë rezistencë edhe ndaj një personi që hyn në freskët, dhe ndaj një personi që mund të rifutet aty dhe të japë informacione nga jashtë dhe të tjera. Mozës i duhet në lojë një kundërshtar për tu edhe për tu rritur. Dhe me patjetër, nuk mendoj që Zhaku mund të jetë kundërshtar e Mozës fare. Është i vetmi person që ka vendosur të marrë atë rol dhe nuk ka pasur guxim askush tjetër përveç Klodit dhe Ilirit. Nëse ti futesh edhe ofendon pa limite, unë nuk mendoj se është një lojë që po e bën të bukur. Ofendimet kanë ardhur gjithmonë nga të dy anët, dikush më pak, dikush më me elegancë, po ofendimet kanë ardhur gjithmonë nga të dy anët. Se nuk mban më ka shumë ditë aty. Normale që do të aty krijohet vërtet një lodhje e tmerrshme sepse është dhe ferma, janë punë të rënda, aty është çmenduri totale. Nuk është shumë lehtë aty. Është vërtet një lodhje e madhe fizike. Apo jo, Vini? Tash të shoh Vinin unë që pas në gomare nuk është një krejtësi e madhe sa ta shoh në një jetën perfekte ku pidhën ai gotë shampanjë për qef. Po që po pëlqen për shembull është Bujaka. Bujaka ka ato mundësitë e tij. Sepse ai ato gjëra që ka me ato po ecën. Ndryshojnë nuk është enciklopedi, po ka dy gjëra. Edhe respektohen. Japim atë që ai aq mundësi sa ka i po e shfryzon në mënyrë maksimale, po kalon çdo sfidë me fizikun e tij. Ty mbase nuk pëlqen intelekti, po ai po ecën. Po ecën para, po mban gjithmonë një linjë. Nuk është gjithmonë të ecësh, është edhe modeli që ti përfaqëson dhe mbi të gjitha çfarë mua më intereson është cili model po është transparent 100% dhe i vërtet dhe cili po votohet. Ai çfarë bëra do të rrit te modeli. Televizioni nuk servir modele, i merr nga realiteti modelet. Po, të shikojmë, për këtë po flas. Ky është model, po modeli që është në një reality show duhet të jetë shumë. Po nuk është edukative reality, reality është si e. Nuk është edukative, po mund të jetë shumë edukative. Sepse merr një personazh si Bojaka dhe fut brenda live e Prime-in. Dhe okej, shoqëria ka të mirin, të keqin, rastin idiot. Dhe pse nuk mund të jetë një person si Bojaka të jetë edukativ? Kjo është shoqëria. Ne nuk duhet të edukojmë, ne duhet të njohim njëri tjetrin. Pastaj duke njohur në momentin që ti si model je real dhe Bujaka është shumë origjinal, po ka shumë të tjerë që nuk janë. Po aq mundësi sa ka shumë larg. Pra nuk mund të dua të jetë një person tjetër Bojaka. Ai është Bujaka, po ishte. Bujaka. Okej. Nuk është enciklopedi se është emri korrekt që të kenë atë. Jo, po ai ka mësuar djalë. Po ne tani po flasim pak për një fitues. Unë nuk mendoj që është modeli që duhet ta fitojë këtë garë. Do të vënë finale Bujaka. Për mua është duhet të jetë një nga 5 finalistët. Duhet të jetë nga 5 finalistët që ka gjithmonë një qëndrim. Nuk e manipulon dot, ka të mendjen e tij, vazhdon sa do. Ai ka qëndrimin të riafër Mozës. Nga fillimi deri në fund. E kanë ndihmuar dhe s'po diskutojnë, nuk ka qenë mirë me ka ardhur me idenë që Moza është Po disa herë dhe me Mozën ka debatuar. Dhe ka bërë këtë formati, dhe Bujaka ka shoqëruar Mozën dhe ai ka një vetir shumë që është për të vlerësuar, ai shumë besnik në Mozës. Gjë që se kanë pas të gjithë. Po, gjithë kanë. Gjithmonë afrohen në momentin që është interesante edhe Erbini, pra kanë ndjekur të njëjtën gjë, pavarësisht gjithçkaje. Nuk ka enciklopedi brenda atij, nuk ka debat. Çfarë pozicioni mori ky, si kishte Bujaka. Çfarë pozicioni mori kur Ola i tha nuk e mbaj më. I tha Arbanës ato fjalë të mërshme, po. Asgjë. U skandalizua dhe kanë qenë të gjithë pa fjalë. Jo, me Mozën çfarë pozicioni mori, se me sa aty kanë qenë bashkë. Bujaka nuk është se ka në një bagazh në komunikim edhe të themi që bëri debat, por ai ka një qendrim. Për ta parë këtë gjë, ëh, regjia dhe ishte bukur ta gjë. Po nuk është, unë nuk mendoj që mendimi i Bujakës është por në fakt po ti ka një grimsë të vërtetë aty brenda. Një reagimi që mund të ketë bërë po. Ai reagimi tregon a është lojal me Mozën apo jo. Aty të parë që kemi momentin. Unë kam ndjekur sfidën që ka qenë midis Bujakës, Ervinit dhe Mozës. E kam ndjekur me shumë vëmendje se çfarë do bëjë Bujaka, ka qenë një nga sfidat më të vështira deri tani të këtij formati dhe unë pash që Moza u la vetëm. Deri në fund, Moza u la vetëm, domethënë as Ervini që rrin të afër saj, as Bujaka që rrin të afër saj, nuk e kthye një herë kokën pas për të ku po rri kjo grua 63 vjeçare, që ndërkohë unë më pa një sekondë që unë edhe Soni, unë jam prekur jashtë masë shumë sepse Moza ka moshën e nënës time, Soni qanta.
që Soni dhe Moza nuk është se kam pas një marrëdhënie shumë... Por së fundmi shohim që ndajnë kohë së bashku dhe janë afruar ndjeshmërinë e ka patur Soni, jo vetëm ndaj Mozës, por edhe ndaj vendeve të tjera. Soni është shumë e ftohtë. Soni është një xham i akullt dhe i paturpërshtueshëm. Edhe nuk habitet se qëndron ku i fut nervat. Jo, Soni ka shumë ndjesi. Edhe i lën aty kudo. Po ku i gjen atë ka një duhet luajë më shumë Soni. Soni nuk ka luajtur fare brenda fermës. I ka bërë çdo gjë me llogari. Okej, ne kuptojmë që ka shumë sponsorships around. Ajo nuk ka treguar si gjë të vërtetën saj. Soni ka shumë potencial interesant. Unë kam me 2 biseda kam bërë dhe më vjen keq që nuk tregon sepse ka frikë. Dhe nuk do të pyneloj. Si Romiri, si Soni, këto janë njerëz që rinë në shadow dhe presin momentin fifi, por nuk ka shumë. Nuk mund ta krahasosh Sonin me Romirin. Romiri nuk ka Soni më. Dhe koha ka rishkitur dhe show ka ikur. Dhe Soni ka humbur e lot, kështu që presim Soni do jetë një nga daljet. Soni do ishte po të jepte njerëzve atë që meritojnë. Soni do ishte dhe Visi s'ka luajtur fare. Do ishte një nga lojtarët më të fortë. Ka kursyer Soni apo ka ruajtur veten? Një miks i të dyave, sepse kur vjen puna që flitet për gjëra që i cunojnë vlerat e saj, ajo përgjigjet me atë tonalitetin prej tropoje në mënyrën më reale të mundshme. Do me thonë që kur i kalon kufit, ajo ditë përgjigjet, është një njeri shumë i ndihshëm, por nuk Soni ka rezerva të veta me shumë persona dhe bën mirë. Po i mban për vete, po i mban për vete. Ajo 2 muaj s'ke bërë asgjë. Reagon familja e Mozës, vajza e Mozës. Ajo ka thyer heshtjen, për të gjithë kuriozët, Mimo ka qenë mama ideale, ka sakrifikuar në çdo gjë. Ne kishim gjithmonë më shumë rroba e tualete se ajo. Në shkolla private, pavarësisht problemeve ekonomike dhe nuk dilte fare. E kishim gjithmonë në shtëpi. Nuk ka marrë dashurinë që meritonte në martesë, e prapë ndojti 20 vjet vetëm për mua dhe motrën. Mami e meriton qiellin plot me drona dhe parashuta. E bën kastile që të shkoj të takoj, se e ka marrë malli dhe nuk u takuam dot vjet, sepse nuk arrita dot të shkëputem nga puna kur ajo ishte pushim nga universiteti. Për të gjithë ata që mendojnë se Mimo e ka mendjen te çunat, duhet të kuptoni që ajo po bën show dhe nuk është fare karakteri për dal, përkundrazi, ajo vlerëson martesën dhe familjen mbi çdo gjë. E ka bërë dhe ka predikuar dhe ati shpesher që unë kam diskutuar me Mozën, këto temën për familjen, për vlerat, ajo gjithmonë i ka transmetuar dhe janë parë në ato debatet që janë bërë dhe virale. Dhe mendoj që ishte një person me shumë vlera dhe... Moza është një grua shumë intelektuale, shumë e zgjuar dhe përtej para se të bëhemi nëna, jemi një gra dhe femra dhe nëse ajo në atë moshë i pëlqen djem të ri, let's go for it, shijoje, nuk do të thotë që është një femër e përdal, janë vendime personale. Është keq kuptuar në publik që vajza e ka ndjerë të nevojshme të dalë dhe të bëjë këtë sqarim fare sepse është ajo është grua rritur, ka shijet e saj, mund të jetojë jetën e saj, është ka të gjithë drejtat e kësaj bote, të jetoj si çdo ajo dhe me këtë do ajo. Po Moza nuk është të nivele, Moza po bën një show, ju nuk e dia kuptoni. E gjithë aty është show. Jo dhe vajza këtë thotë që në këtë raport ajo është do ta marrë të çmim, bën dhe si e çmendur, Moza s'ka bërë kurrë. Dhe nëse jo, për mos. Dhe ajo do ta marrë atë dhe në fakt me gjithë këto skripte që bëni, do ta marrë ajo, se ajo po bën atë që s'do kishte bërë kurrë askush. Performanca dje imitimeve ka qenë. Për të thënë po unë dua këtë show dhe mbaroj ky mohabet. Ka qenë, domethënë, transmeton shumë mesazhe të mira, nuk është vetëm bën show. Jo, okay, po sigurisht. Ajo është gjithmonë enorme dhe shqyqyr që lullëzoj intelektin në një show të tillë, po jo vetëm banalitetin. Dikush problemi mos ka ndodhur të gjithë ata që janë futur brenda, ajo ka pritur fakt keq, ka qenë një gjë për ta, nuk ka qenë shumë element interesant i Mozës, se ka parë direkt kundërshtar. Mirë, po Moza është më e kalkuluar nga gjithë aty brenda. Moza ka një kalkulim shumë të saktë se ku do arri, është shumë e mençur, ja pse vesh brek mbi brek dhe i bën të gjitha Lady Gagën. Po, Lady Gaga për tani po thësh. Dakord. Përse nuk është se ka një gjë. Po ishim për afruar me personazhin që imituan. Për vlerë artistike mos më pyesni, po flasim për vlerë humane. Jo, dakord. Vlera artistike është një trash, quhet një beturin, por për nga përgatitja që ka marrë kohën, që ka dhënë dhe dëshirën që ajo ka, është nota 10. Por përsa përket notës artistike me syrin e jashtëm,
është banality dhe uroj mos e rjepet më. Po, s'ka problem. Jo për në faktin se ajo nuk është Lady Gaga, por edhe për faktin që është shumë e shëmtuar të shohësh. Po kjo është nga ana e një drejtuesi artistik, unë flas si kurator arti, po nuk po flas si publik. Mua më pëlqeu jashtë si publik, unë nuk di çfarë them se publiku ndoshta ka qejf të vëllëzë, por etiketohet si të shëmtuar marrim të për show se s'është. Pra, nëse neve, unë po them edhe një herë, nota 10 për impenjimin. Po. Edhe për atë që ka dashur ajo. Po nota 4 për ato gjesh këtë veshje, në ato kushte që jeni në ferm, edhe këtë e ke çdo ditë, domethënë dhe ty të punoj truri, të gjesh këto gjëra. Për impenjimin ja vuri notën 10 pra. Po unë nuk e kuptova kujt u referua kur thash se shëmtuar. Po këtë se kuptova. Po shëmtuar nuk është. Po pra se po s'është pra tani po flas. Ose thuaj fjalën ose mos e thuaj fjalën dhe tërhiqe fjalën. I jepet nota 10, unë si Claude, unë jam kurator arti dhe mundet bëj një kritik, po flas si kritik artistike. A quhet një show artistike po çfarë? Po, patjetër. Si ta quajmë? Por i marr nga reality show. Pra nuk është një show, nuk është art, nuk mund ta quajmë art. Po ajo që hiqen në dorë me qut art. Ajo është një formë ekspresive e këtij individi që quhet një shkrimtare, që tenton të bëjë Lady Gaga, por nuk është fare, pra nuk ka lidhje fare me tani jo Claude duhet vlerësojmë dhe energjinë e penjimit që ajo nota 10 që unë vlerësoj është energjia dhe kohë që ka përkushtuar sepse ishte lidhje se nuk fare. Ka dhe butallënj që mendojnë që po bënin gjë të bukur, sigurisht jo. Marrjen e elementeve. Domet për ta qytur një show televiziv, it's okay. Konkurenca. Ato ka zgjedhur dy djem të bukur të fermës që pranojnë ta bëjnë këtë performancë me të. Po s'është, nuk është. Se jemi tani është një sektor që kam kaluar 7 male për të rritur me fol. Pra ideja është që no. Po miku jot i Liri u trosh ka se bëri fare. Pse s'u impenjuaj Liri ta kishte bër? Po mirë, po Liri bëni është profesionist thot. Unë bëra këtë Michael Jackson. Unë jam më i mund skenik. Dhe nuk do të rrihesh. Atëherë, vetë të shkojmë në këtë. Ja, shikojeni. Nuk jam dakord me ty fare për të analizuar performancën e Mozës në fakt. Ishte thjesht për të kuptuar, është keq kuptuar Moza në publik që vajza e ndjeu të nevojshme të dilte të reagonte, megjithatë e bëre edhe kritikën tënde në program. Bruna, unë mendoj që performanca ka qenë shumë ekstravagante, le të themi, dhe shumë njerëz i kanë dhënë drejtën vetes të komentojnë sepse aty kanë qenë dy djem, kanë qenë topless, mund të thush për djem topless lart, pak të zhveshur, ka pak sexuality brenda. Ky është mendimi im. Dhe mendoj që kanë marrë të drejtën për ta komentuar. Unë mendoj që janë mendime totalisht që nuk i përkasin kësaj epoke më. Moza ka të drejtën, performoj si të doj edhe të bëjë çfarë të doj dhe të shijoj jetën e saj. Të vend dhe ja meriton një dorë dukje sigurisht, por jo them, më vjen shumë keq kur shoh në këtë pikë. Pra, kjo është ajo çfarë bën televizioni tek një shkrimtare që do të marrë një se ka gjithë që vuan, por ka pirë shampanjë kur i ka dashur qefi, pra Mozi ka bërë gjitha. Dhe kjo shumë i qëndron shumë mirë, për mua 100 pikë merr, por banaliteti që po tregon është një është diçka që ka të bëjë me neve që kuptojmë artin skenik dhe artin e të shprehjes performativ. Ai nuk quhet performance, banality, pik. Nuk po e rimarim dhe njëherë si argument që të fillojmë edhe të flasim edhe Malbora edhe Ervini gjithashtu, pra nuk po e rimarim këtë argument. Kush del nesër në mbrëmje? Nesër? Del Blerina apo Henry? Atëherë duke marrë parasysh televotimin e javës kaluar, Henry mundi Vanesën, i bie që të dali Blerina. Unë do doja shumë Blerina të vazhdonte, është një potencial interesant si vajzë. Jo këtë do donim ne, kush do të dali, jo këtë do donim ne. Këtë mendoni se do të nxjerrë publiku, këtë do të shpëtojë edhe këtë do të mbajë në nuk jam si djalë, po nuk është signifikant, kështu që Henry për mua del. Del Henry. Sipas votave të publikut, unë mendoj që duhet të dali sipas shifrave, duhet të dilte pas një analize pra, duke qenë se përballë një konkurrentje të fortë dhe që kishte një dinamikë. Nëse performanca ka ndryshuar, unë mendoj që s'mund të ketë sepse Henry kësaj javë është pozicionuar, ka rrezikuar shumë, gjë që publiku dhe e vlerëson. Përsëri mendoj që do dali Blerina. Këtë mendim kam. Blerina, thot Malbora. Ervin kush del? Mendoj që dal Blerina sepse po bën gati 2 muaj aty dhe nuk ka shprehur ndonjë diçka që të vazhdoj akoma. Ka ndjenjë mbasi i Lirit, te kanë mbrojtur i Liri. Këte kanë perceptuar, kam qenë dhe vetë atje. Mendoj s'ka çfarë bën më të dalis, vazhdoj djali sepse edhe ai ishte i rit, marr kohën e tij dhe të shprehet se kur veten fillim edhe ai ka pak javë aty, sa dalte lojë e tij duhet një kohë. Atë kohën që nuk ta dhan ty dhe që u mërzite aq shumë që nuk ta dhan atë kohën për të dalë vetja. Sepse 2006 nominim Ervin është mori elegant. Dhe kam vlerësuar shumë Ervin. Të dy këta kanë qenë shumë elegant dhe ferm.
Blerina të vi këtu me në studio, jam në tjetër që... Ndërsa brënda në ferm të ka nominuar. Blerina ka një vajzë, ka një qërë, është shpëndur e të shehur. Jo, të ka nominuar. I nominove, Blerina është personazh shumë interesant. Po ku tani se ka 2 muaj aty do të flasim kot me simpati. Nuk jam dakord fare se po marrim tani kë ka mund qef. Pse çfarë ka bërë aty? Ka 2 muaj vetëm grindën veten e saj edhe nuk ka shpërë. Kjo bisedë nuk mbaron asnjëherë, por kjo ishte koha që ne kishim sot për të folur për Ferm Aviv. Vazhdoni, publicitet, rikthehemi me një tjetër të ftuar në pjesën e tretë. Po Ervin.